Dhe kjo dëshmon që vetë dashuri quhet kur na e pranojmë veten, pikrisht ashtu si jemi, me tituj, pa tituj, me medalje, pa medalje, që thjesht ta duam veten në atë mënyrë se si jemi. Pra, ashtu siç na ka krijuar Zoti. Na nuk duhet me dash veten vetëm kur kemi arrit diçka, se pikrisht atëherë ndodh kjo gjë. Jo vetëm të kjo, por edhe të shumë artistë tjerë ose të shumë futbollistë tjerë e keni pa, mbas përfundimit të karrierës së tyre, ata shumica prej tyre ose kanë marrë drogë, ose s'kan shëndet të mirë, ose kanë domethënë shqetësime të ndryshme. Është pikërisht kjo, sepse janë të identifikuar me një titull të caktuar. Dhe esenca e gjithë kësaj është po ta duam veten ashtu si jemi.